Turqia drejt plakjes, Erdogan thirrje popullit të lindi më shumë se 3 fëmijë. Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka paralajmëruar se vendi po shkon drejt një krize demografike për shkak të rënies së lindshmërisë në vend. Duke folur në Stamboll gjatë një takimi me artistë dhe të rinj, Erdogan u shpreh se shoqëria duhet të reagojë përballë rënies së popullsisë dhe se ndërtimi i familjeve të forta është kyç për të ardhmen e vendit. Ai theksoi se pasja e të paktën 3 fëmijëve është një domosdoshmëri dhe jo thjesht një këshill. Gjithmonë u them çifteve të paktën të kenë 3 fëmijë. Kjo është e nevojshme për një familje të fortë, tha Erdogan, duke shtuar se flet edhe nga përvoja personale si gjysh i 9 nipërve dhe mbesave. Erdogan ju referua të dhënave zyrtare të Institutit Turk të Statistikave, sipas të cilave norma e lindshmërisë në Turqi për vitin 2024 ra në 1.48 fëmijë për grua, shumë poshtë nivelit të nevojshëm për zëvendësimin e popullsisë. Erdogan e cilësoi këtë situatë si katastrofë dhe shprehu shqetësim për plakjen e shpejtë të shoqërisë. Në përpjekje për të frenuar rënien e lindshmërisë, qeveria turke e ka shpallur vitin 2025 si viti i familjes dhe ka vendosur politikat familjare në qendër të agjendës së saj. Janë zgjeruar skemat e mbështetjes për çiftet e reja, përfshirë kredi martese pa interes dhe ndihmë financiare për fëmijët. Sipas masave aktuale, nënat përfitojnë një pagesë të vetme për fëmijën e parë, mbështetje mujore për fëmijën e dytë dhe pagesa më të larta mujore për fëmijën e tretë dhe fëmijën pasues deri në moshën 5 vjeç.